Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Me lenin Allahut sot do të flas për qiellin dhe për dyert e qiellit. Qielli a ka dyert, si janë ato, sa janë ato, dhe qielli realisht a është hapësirë e lirë apo është çati e çelikt. Ajo që ne e dimi sipas argumenteve që na kanë ardhur në Sunet dhe poshtu në Kur'an fillimisht, e dimi që qielli është çati, është kulm i çelikt. Dhe nuk ka mundësi që të departohet deri atje let. Me lekë të Allahut azza kur zbresin prej lart poshtë dhe prej poshtë kur ngriten lart, ato patjetër duhet që të kalojnë nëpër ato dyer. Dhe kur kalojnë nëpër ato dyer, marrin leje fillimisht prej rajtarëve të atyre dyerve e pastaj hipin lart ose zbresin poshtë me lejen e Allahut azza. Allahu thot: "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun." Ne e kemi bërë qiellin mbulesë mbrojtëse, megjithatë ata prap i shmangen argumente ose shenjave të saj. Do thot ka prej atyre të cilët nuk i besojnë pavarësisht asaj që Allahu xheli ka bërë qarta ato shenja. Ky qiell do të paloset me lejen e Allahut azza xhel. Do të vijë një ditë ku qielli do të paloset, sikurse paloset letra e librit. Allahu thot: "Yawma natwi as-samaa'a katayyi as-sijili lil-kutub." A ditë kur do të paloset qielli sikurse që paloset letra e librit. Ajo ditë është ditë e rëndë, është ditë e vështirë, është ditë e kiametit që Allahu xhel në shumë ajete na ka paralajmëruar nga vështirësitë e saj dhe si do të jetë gjendja, si do të jetë shkatrimi i tokës dhe i qielleve dhe çdo gjë tjetër, e a ditë e qiellit do të paloset me lejen e Allahut xhel. Numri i qielleve është 7. Do thotë që qielli është 7 kat. Allahu thotë: "Alam taru kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa." Thot, a nuk e shihni se si Allahu e bëri qiellin të jetë 7 kat, njëra mbi tjetrën. Ndojoni mund që thot, po mirë, sa është distanca në mes tyre pasi që qenë ka në 7 kat, atëherë patjetër duhet me pas distancë në mes vete. Ajo që ka ardhur sipas argumenteve, siç e thek Abdullah ibn Mesudi, thot që distanca prej te qielli i parë deri te qielli i dytë është 500 vite rrugtim. Prej te qielli i dytë deri te i tretë është 500 vite rrugtim e kështu vazhdon deri në qiellin e 7. Pastaj prej qiellit 7 deri te kursia janë 500 vite rrugtim. Prej te kursia deri te uji janë 500 vite rrugtim. Mbi ujë gjendet arshi, e mbi arsh është Allahu dhe Allahut nuk i fshihet asgjë që e veprojnë krijesat e veta. Do thotë që është një distancë e largët. Qielli është i mbushur me melekët e Allahut azza xhel. Ka ardhur një hadith pejgamberi sallallahu i cili thotë që unë e dëgjoj atë që ju nuk e dëgjoni dhe e shoh atë që ju nuk e shihni. Qielli është rënduar dhe e ka me drejtë që të rëndohet sepse në çdo vend ose në çdo vend sa 4 gishta është një melek i cili i bie në sejdë Allahut dhe e adhuron Zotin e tij dhe e lavdron Zotin e tij. Do njëri mund që thotë, po mirë, ne në dyert nuk i shohin qiellin. Qiellin që e shohim ne nuk ka as dyer, ne deportojmë shumë lehtë, aeroplanët deportojnë shumë lehtë, po ashtu edhe dalim jashtë planetit ton, shkojmë në hën, pastaj kanë filluar tash që të shkohet edhe deri në Mars e kështu me radhë. Pse atëherë ku janë ato dyer dhe ne nuk i shohim dhe pse ne deportojmë aq lehtë? E gjithë ajo ne që e shohim nga kozmosi, planetat, yjet, dielli, hëna, gjitha ato janë thjesht qielli i parë. E qielli i dytë është diku tjetër, kështu që do thot deri atje askush nuk ka deportuar përveç se melekëve të Allahut azza xhel. E do thot që ne i besojmë asaj që e ka thënë Allahu dhe po ashtu i besojmë asaj që e ka thënë pejgamberi Allahut në sunetin e tij. Sa është numri i dyerve ose para asaj, a ka çdo qiell derë apo jo? Dhe a janë reale apo jo? Çdo qiell ka dyer dhe argument për këtë është hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu i natës Isras dhe Mirajit, kur pejgamberi Allahut azza xhel prej Mekës do të shkojë në Beitul Maqdes, do thotë në Palestinë, pastaj prej aty do të ngritet lart për qiell me Xhibrilin. E argumenti është këtu që kur ngritet me Xhibrilin lart, pejgamberi Allahut azza xhel hip do thotë me ta lart, Xhibrili kërkon leje, ndalet te qielli i parë, kërkon leje për me hy brenda, edhe pasi që e pyesin se kush je, i thotë Xhibrili, kush është me ty, i thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu që merr leje dhe ju jepet leje dhe kështu vazhdojnë deri në qiellin e 7. Kjo është argument që çdo qiell ka derë
dhe çdo derë është reale dhe nuk është derë imagjinare apo iluzionare. Prandaj dietar thonë në mesin e tyre El Qadi Ayyad, i cili thotë që çdo derë është derë reale dhe çdo qiell ka dyer dhe se ka rajtar që i ruajnë ato dyer me lek të ngarkuar me këtë çështje që të hapet dera dhe të mbyllet dera prej anës së tyre. Dyert e qiellit janë shumë, numri i tyre nuk dihet sakt, ajo që dihet është që ditën e Kiametit do të hapen gjitha. Për këtë dëshmon Allahu ku thot: "Yawma yunfakhu fi sur fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Allahu thot që ditën e Kiametit do t'i frihet suri dhe njerëzit do të vinë turm, grupe dhe të gjitha dyert do të hapen me lejen e Allahut azza wa jall. Ka ardhur një hadith pejgamberi sallallahu ku transmetohet që Xhibrili ka qenë pranë pejgamberit Allahut azza wa jall dhe ndërkohë e dëgjoi një zhurmë që i vinte prej lart. Dhe pasi që dëgjoi që i vinte ai zhurmë, e ngriti kokën lart dhe e pa që u hap një derë nga qielli dhe tha Xhibrili, tha, kjo derë është hera e parë që po hapet dhe nuk është hap deri më sot. Kjo është hera e parë dhe në këtë ditë. Pastaj zbriti një melek prej lart dhe tha që ky melek deri më sot asnjëherë nuk ka zbrit poshtë, është hera e parë që po zbret poshtë, edhe kur zbriti meleku i dha selam dhe pastaj tha: "O Muhammed, përgëzo me dy drita që ty të janë dhënë. Nuk e është dhënë asnjë pejgamberi më herët kjo dritë ose këto dy drita, e cilat janë ato?" Tha suratul Fatiha dhe po ashtu dy ajetet e fundit të suratul Baqara, dhe i tha meleku që çdo germ që e lexon prej këtyre ajeteve do të shpërblet me lejen e Allahut dhe do të jepet patjetër sevapi për çdo germ që ti e lexon. Sa janë të mëdha ato dyert e qiellit? A janë shumë të mëdha? A ka mundësi që njeriu t'i perceptojë ato dhe sa është realisht madhësia e tyre? Dyert e qiellit janë shumë të mëdha, derisa mendja e njerëzit nuk mund që ta paramendojë një gjë të tillë. Ajo që dihet që ka një prej transmetimeve është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka cek për një derë që është 70 vite rrugtim e gjerë. Do thotë gjerësia e derës është sa 70 vite rrugtim. Ka ardhur këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku e cek pejgamberi Allahut, thotë në anën ku perëndon dielli është një derë e cila është 70 vite rrugtim e gjerë. Paramendoni ti tash se sa e gjerë që është ajo derë. E do thotë që qielli qenë ka kulm i çelikt, çati e çelikt, nuk qenë ka hapësirë apo vakum. Qielli pas ka dyer dhe numri i tyre nuk dihet se sa është, përveç Allahu që e di. Çdo qiell ka dyer, rajtarët e tyre janë melekt dhe po ashtu gjerësia e tyre është shumë e madhe, saqë do thotë është 70 vite rrugtim gjerësi e një dere, e këto dyer hapen brenda kohe, mbyllen brenda kohe, i hapen disa krijesave, i mbyllen disa krijesave, hapen për disa vepra, mbyllen shkaku i disa veprave, mbetet një derë, ajo e cila është e hapur deri ditën e Kiametit, ajo është dera e pendimit. Me na bën me dije neve të gjithëve që e jona mbetet që ne t'i kthehemi Allahut azza wa jall, të pendohemi sinqerisht për veprimet e tona dhe t'i lutemi Allahut që Allahu të i pranojë ato lutjet e tona dhe ato pendimet e tona dhe t'i kthehemi sinqerisht atij me qëllim dhe me shpresë që kur do dalmi para Allahut të dalmi të pastër me lejen e Allahut azza wa jall. Elus Allahun që ta mëshiron dhe elus Allahun që pendimet e tona Allahu të i pranon. Deri në ligjëratën e ardhshme me lejen e Allahut ju lot përshëndetur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.